Mirëmërdita, në fakt, unë kërkoha të bëhet të komunikim për një njoftim, por më thanë që keni dëshirë të bëni disa pyetje, kështu që meqense dje përfundoi edhe sesioni i parë i legjislaturës, besoj që ju takon të bëni edhe pyetjet, prandaj ta ndajmë dy pjesë. Pjesa e parë që ka të bëjë me njoftimin është një ndryshim si rezultat i kërkesës ministrit për marrëdhëniet me parlamentin për ta ndërprerë marrëdhënien me qeverinë dhe si nevojë për të mos ndërprerë për asnjë minutë punën tonë këtu në Këshillin e Ministrave, duke zëvendësuar një ministër me të cilin kam pasur privilegjin që të punoj në 300 ditët e para, Ilian Ceribashin, me një kolege cilën e admiroj për cilësitë e saj, deputete e Partisë Socialiste, Ermonela Felajn, e cila do të jetë ministrja e re e marrëdhënieve me parlamentin. Besoj që është momenti për të dhënë fjalën Ilirianit, por paraprakisht dua që ta falenderoj me gjithë zemër për përkushtimin, për integritetin e lartë moral dhe profesional me cilin e ka përballuar një detyrë të re dhe jo të lehtë në një funksion të krijuar enkas dhe të krijuar rishtas me qeverinë e re, dhe të uroj që vendimi i tij për motive tërësisht personale të jetë vendimi i duhur dhe që koha në dispozicion pas lënies së detyrës të jetë më e plot për plotësuar dhe angazhimet e tij familjare dhe personale. Me shpresën dhe bindjen që sidoqoftë Iliriani mbetet pjesë e familjes son politike dhe për këtë nuk do të ngurojmë asnjëherë që të kërkojmë kontributin e tij krejt posaçëm si një ndër juristët më të spikatur të vendit tonë dhe tani më dhe si një pjesë e jona që ka eksperiencën e nevojshme për të na asistuar dhe për të na ndihmuar duke parë tani më nga jashtë punën e qeverisë që të mos bëjmë shumë gabime, duke mos nguruar të na jap këndvështrimet e tij kritike në çdo rast kur rrezikojmë që të gabojmë. Mirëdita të gjithëve. Jo për kompromis të rastit, por dua ta them që në krye të herës që ka qenë një eksperiencë në pikpamje njerëzore dhe profesionale mjaft mbreslënse për mua kjo periudha e 300 ditësh të kësaj qeverie. Është një eksperiencë që do të mbetet e shënuar në karrierën time profesionale. Arsyet e kësaj dorëheqje janë tërësisht profesionale, shkaqet, motivet dhe interesi i këtij akti. Shpresoj që në radhë të parë me këtë akt të mos dëmtoj askënd, pikë së pari asnjë interes publik, pasi si një qytetar i përgjithshëm i kësaj republike, edhe pse për dikë kjo mund duket tashmë si një koncept i konsumuar dhe keq përdorur, nuk mund t'ja lejoja vetes që këtë vendim ta kisha marrë në një moment tjetër, pasi gjykoj që ky ishte momenti
më i përshtatshëm në kuptim të asaj se çfarë kjo qeveri ka arritur në këto 300 ditë. Edhe duke mos qenë rasti për t'i përmendur këto, pasi besoj qoftë me pyetjet tuaja, po qoftë edhe pas kryeministri Rama mund të thotë diçka më shumë lidhe me këtë. Gjej rastin që të shpreh mirënjohje dhe falënderim të posaçëm dhe të thellë për Partinë Socialiste, për kryetarin e saj dhe kryeministrin Rama për vlerësimin që i bën aftësive, kapaciteteve të mia dhe vlerave të mia si profesionist, por dhe si njeri, duke më bërë pjesë të angazhimit të kësaj magjorance politike. Ka qenë nder dhe privilegj për mua që të përfaqësoja Partinë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë po kështu nder dhe privilegj që të isha pjesë e këtij kabineti qeveritar, dhe dua ta them pas një lloj hezitimi që kjo vendimarrje e imja nuk ka vënë as pak në dyshim besimin tim dhe bindjen time të kahershme tek Edi Rama si kryeministër dhe tek ky kabinet qeveritar për seriozitetin dhe përgjegjësinë që ata kanë marrë kundrejt qytetarëve shqiptar për të përmbushur të gjitha ato objektiva politik, social dhe ekonomik kundrejt tyre. Dua të them që eksperienca si ministri i shtetit me marrëdhënie me parlamentit ka qenë një eksperiencë pozitive si në aspektin njerëzor dhe ashtu profesional. Dua të falenderoj Kuvendin e Shqipërisë për bashkëpunimin e ngushtë, të hapur dhe të sinqertë që kam patur me të si institucion, me të gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, pa asnjë lloj përjashtimi, pa asnjë lloj dallimi politik. Mund ta them pa hezitim që marrëdhënia jon ka qenë një marrëdhënie e respektit të thellë dhe të ndërsjellët, dhe unë dua ta sjell këtë në vëmendjen tuaj, por veçanërisht dua të vlerësoj bashkëpunimin e ngushtë dhe të hapur dhe shumë të sinqert me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste zotin Ruçi dhe me të gjithë anëtarët e komisioneve parlamentare. Gjej rastin gjithashtu që të falenderoj dhe të jem mirënjohës, do ta bëj edhe këtë me këtë rast, të gjithë ata qytetarë të Fierit, votues të Fierit, të cilët tek personim një përfaqësues besoj dinjitoz në Kuvendin e Shqipërisë, por edhe si një kontribues profesional në qeverinë e Shqipërisë. Më vjen keq që mund t'i kem zgjynjyer me këtë vendim, por qenia ministër kërkon që të kesh angazhime, të cilat duhet t'i kesh serioze edhe në kuptimin e kohës, dhe ndoshta është më mirë kështu, por pikërisht për mos të ceduar pikërisht nga ato angazhime që ti në një moment caktuar merr kundrejt qytetarëve. Eksperienca që pata edhe në fushatën elektorale është një eksperiencë mjaft mbreslënse nga çdo pikpamje, nga çdo pikvështrim, veçanërisht është mbreslënse për sa i përket edhe rezultatit arritur, nuk e them në konceptin vetëm politik të, por vërtet kur hyn në një garë elektorale dhe del fitues nga gara është një gjë që të jep goxha satisfaksion. Dhe jam i sigurt që pjesëmarrja në këtë fushatë elektorale më ka dhënë mundësinë të njoh shumë njerëz të nderuar dhe të respektuar aty në qytetin e Fierit, anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste, të cilët unë gjej rastin ti falenderoj dhe ti përshëndes, dhe t'u them që ka qenë nder dhe privilegj për mua që kam punuar së bashku me ta gjatë kësaj periudhe. Kam një falënderim të veçantë për gjithë përfaqësuesit e medias. Jam i sigurt që kam patur një marrëdhënie, besoj ndajmë të njëjtën pikpamje, të dyja palët, që kam patur një marrëdhënie të ngushtë, të hapur, të sinqertë me secilin prej jush. Dua të falenderoj stafin tim të ngushtë, kabinetit tim ministror. Gjej rastin gjithashtu që të falenderoj të gjithë ata bashkëpunëtorë të tjerë, përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendase dhe të huaja, të cilët kam punuar ngushtësisht me zyrën time për një periudhë të shkurtër kohe, të themi, por nga pikpamja e numrit të çështjeve mjaft intensive.
Dua ta bëj publike edhe falenderimin për familjen time, edhe pse kjo më duket pak stilin kështu amerikan, por jo dua ta them këtë realisht, pasi në çdo rast të gjitha angazhimet e mia publike i kanë mirë kuptuar dhe ajo çfarë më vjen mirë të them është që asnjë nuk i kanë parë këto si privilegje, por për ta ka qenë gjithmonë sakrificë. Unë i falenderoj që ma kanë ofruar mirë kuptimin në çdo vendim timin për të angazhuar publikisht. Qenia ministër padyshim që ose pjesëmarrja aktive në mënyrë institucionale në politikë të jep mundësi që të kontribuosh drejt për drejti në politikë, por mua nuk më ka munguar ose nuk më është dashur karrika e ministrit për të patur këto kontribute për interesin publik, kështu që për sa mundësi do të kem, unë do të vazhdoj të jap të kontribut në interes të shoqërisë, në interes të mirës përgjithshme. Dua t'i uroj Ermonelës suksese në detyrën në funksionin e ministrit të shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Nuk më takon mua ta gjykoj pa diskutim sepse ky është vlerësimi dhe gjykimi i kryeministit, por më lejoni ta them që është një zgjedhje shumë e mirë dhe më vjen mirë që do ketë një lloj vazhdimësie, jo vetëm në aspektin e backgroundit profesional, por jam i sigurt në atë se çfarë zyra e ministrit të shtetit me marrëdhënie me parlamentin ka bërë deri tani. Faleminderit dhe ju uroj pushime të mbara. Mirëdita të gjithëve. Në fakt mua më lejohet të jem sot më emocionuar nga të gjithë, po kjo nuk do të pengoj që të them disa fjalë të thjeshta mirënjohje dhe falenderimi. Falenderoj kryeministrin Rama për vlerësimin dhe i shpreh gjithë angazhimin tim profesional, moral, por edhe politik, për që në lartësinë e detyrës, për që në lartësinë e një funksioni që për hir të së vërtetës ushtrohet rishtas në Republikën e Shqipërisë. Njëkohësisht dëshiroj të falenderoj Ilirianin që edhe në këto pak minuta të komunikimit tonë me media më dha të kuptoj që prej tij gëzoj një mbështetje shumë e madhe. Unë jam ndjem shumë mirë në fakt që do pasoj Ilirianin në punën e ministrit të reformave dhe marrëdhënieve me Kuvendin e Shqipërisë, për faktin se me Ilirianin nuk kemi vetëm koleg në Parlamentin e Shqipërisë, por jemi dhe koleg në profesion. Kështu që më vjen mirë që do të kem rast të përfitoj nga një eksperiencë e çmuar dhe shumë e respektuar në publik si ajo e Ilirianit. Besoj që në ditën vijim më tepër do të flas puna. Faleminderit.